Më 3 tetor, ambientet e Pallatit të Kulturës Labëria u mbushën me zëra fëmijësh dhe duar trokitje të ngrohta, gjatë zhvillimit të aktivitetit Fëmijët dhe Gjuhët e Huaja, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Vlorë, në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Vlorë Himar, në drejtimin e mësuesve të sektorit shkencor, zonja Sonila Mehmeti dhe zonja Velide Malaj, në mbështetjen e stafit të QKF, Viktor Apushi, Elton Jaçe, Teuta Zilja dhe Eugene Sinaj. Aktiviteti solli në skenë një atmosferë të veçantë shumë kulturore dhe artistike. Drejtoresha Albana Çuro ndoqi me kujdes të veçantë mbarvajtjen e ngjarjes. Fëmijët interpretuan me emocion dhe siguri, këngë, poezi dhe pjesë dialogu në gjuhët e huaja, duke treguar jo vetëm zotësinë e tyre gjuhësore, por dhe pasionin për artin dhe komunikimin ndërkulturor. Salla ishte e mbushur me prindër, mësues dhe të ftuar të shumë, të cilët shpërblyen me duartrokitje të ngrohta çdo performancë të fëmijëve. Në fund të aktivitetit, të gjithë pesëmjarësit u vlerësuan me certifikat mirënjohje, si shenjë simbolike për përkushtimin dhe bukurinë që sollën në skenë. Qendra Kulturore e Fëmijëve Vlorë vijon me përkushtim realizimin e aktiviteteve të planifikuara në kalendarin vjetor, duke premtuar takime të tjera emocionuese si ai që pritet të mbahet më 15 tetor, në kuadër të festës që mban këtë datë.